وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhalaluhu, salavat dhe selamet ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë që të informohemi me mësimet sheriatike të cilët na I dhuron feja jon e pastër dhe e drejt, e cila gjithherë ja u ka lejuar njerëzve ato të cilët janë të dobishme dhe ato të cilët janë të mira, dhe ka tërhequr vërejtjen robëve të Allahu xhalla xhelaluhu nga ata të cilët janë të dëmshme dhe janë të këqija, dhe nga ato rreziqet dhe praktikat e kohës së ignorancës të cilët ishin nga ato praktika dhe vepra të cilët të çojnë në të këqija, të çojnë në shkatërim edhe në prishje të besimit të pastër, të cilën Allahu xhalla xhelaluhu I krijoi njerëzit në fenë e pastër, në besimin e pastër, në monoteizmin e pastër, e cila është njohshmëria e Allahu xhalla xhelaluhu një, edhe se vetëm ai të adhurohet edhe mos të I shoqërohet shok në adhurim. Edhe se padyshim se nga plotësimi I madhërimit të njohshmërisë së Allahut xhalla xhelaluhu dhe ruajtja e kësaj njohshmërie dhe këtij monoteizmi të pastër, padyshim se është që Islami të ndalon nga çdo rrugë dhe në çdo shkak, çdo mjet e cila çon në prishjen e njohshmërisë së Allahut, çdo send çka çon në prishjen e besimit të njerëzimit, edhe e cila çon në devijimin e tyre dhe çon deri në politeizëm, e të I bësh shirk Allahut xhalla xhelaluhu, e të I shoqërosh atij shok. E padyshim se njerëzit ishin ata të cilët Allahu xhalla xhelaluhu I krijoi në natyrën e pastër të tyre që ata ta besojnë Allahun xhalla xhelaluhu një, ta veçojnë Allahun xhalla xhelaluhu me adhurim, edhe mos të njollosin adhurimin e tyre, por t'ja kushtojnë vetëm Allahut xhalla xhelaluhu me pastërti që ata e njohshmërojnë Allahun xhalla xhelaluhu me monoteizëm të pastër në fenë e pastër të cilën I krijoi Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe se padyshim se Allahu xhalla xhelaluhu është ai I cili dërgoi pejgamber dhe zbriti libra për të na tërhequr vërejtjen dhe për të na paralajmëruar, e për të na udhëzuar, e për të na drejtuar në natyrshmërinë e pastër njerëzore, e cila është pra njohshmëria e Allahut, udhëzimi në rrugën e Allahut edhe pasimi I rrugës së drejtë. Dhe se çdo devijim e cila del nga kjo, ajo është nga
e cila del nga ajo e zakonshmja e natyrshmërisë që është thelbësore e njeriut, pra del nga ajo baza që njeriu është i krijuar për ta, e ajo është adhurimi i Allahut xhelle xhelaluhu, njëshmëria e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe se padyshim se o vëllezër, shariati i Allahut xhelle xhelaluhu, Islami, ky din dhe kjo fe, synojnë që të mbyllin çdo rrugë, edhe çdo derë, edhe çdo shkaq dhe çdo mjet, e cila çon deri në prishje të njëshmërisë së Allahut, në prishjen e tauhidit. Dhe se padyshim se nga ato të cilët kanë ndodhur të njerëzit derisa pas një periudhës të cilën Allahu xhelle xhelaluhu krijoi njerëzimin në natyrshmërinë e pastër të adhurimit të Allahut xhelle xhelaluhu, edhe se baba i njerëzimit ishte vetë ai i dërguar i Allahut dhe ishte pejgamber i cili e beson të Allahun xhelle xhelaluhu me natyrshmërinë e pastër që Allahu e krijoi në to që ai ta adhuron vetëm një Zot, ta beson ato edhe mos ta njollos adhurimin e tij dhe besimin e tij, mos të i shoqëron në adhurim dhe në besim shok atij asnjësen. Dhe kështu pra na rrofen kur Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Kana an-nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه." Allahu xhelle xhelaluhu ishin njerëzit një ummet i vetëm, derisa ata pastaj u përçan dhe ndryshuan, e dërgoi Allahu xhelle xhelaluhu pejgamber për to si përgëzues dhe qortues dhe paralajmërues, dhe ja u zbriti librën atyre me hak dhe me të drejtë, që ata të gjikojnë me drejtësi të njerëzit për ato të cilën ata ranë në polemik dhe nuk u pajtuan, apo për ato të cilën ndryshuan. Dhe në këtë koment, Ibn Kathiri rahimullah vëllezër na cek fjalën e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili na tregon Ibn Abbasi radhiyallahu anhu që tha se Allahu xhelle xhelaluhu e krijoi Ademin alayhis salam në tauhidin e pastër, në besimin e pastër. Tha dhe prej të Ademi alayhis salam edhe pasardhësit e tij, të cilët erdhën pra fëmijët e tij, tha qëndruan njerëzit në natyrshmëri të pastër të adhurimit vetëm një Zot, që mos ta njollosin adhurimin e tyre, dhe ato ishin në këtë tauhid të pastër, në këtë besim të pastër, dhe në këtë adhurim të pastër, në këtë njëshmëri të pastër 10 shekuj, derisa erdh pejgamberi i parë që u dërgua me mesazh i dërguar i Allahut Nuhi alayhis salam, që njerëzit në kohën e Nuhit alayhis salam, ky popull tha kishin devijuar, që kishin filluar të i adhurojnë putat dhe idhuj. Pra Allahu xhelle xhelaluhu tha i krijoi njerëzit në këtë natyrshmëri të pastër që është thelbi i tyre, në adhurim të pastër, në tauhid të pastër, qëndruan 10 shekuj, derisa filluan njerëzit të adhurojnë puta dhe idhuj jashtë Allahut xhelle xhelaluhu, pasi që ata ngadal dhe gradualisht e prishën besimin e tyre, që Allahu xhelle xhelaluhu të dërgon pejgamberin e parë që të i thërret në tauhid, në njëshmëri të Allahut, në monoteizëm të pastër, të cilën ishin njerëzit, dhe kështu vazhdojnë njerëzit të qëndrojnë në të. E mu për ato vëllezër, vazhdon shariati Islam që të na rrofen edhe të na sjell pastaj dispozitat e lajmërimit dhe informimit se si qëndron pastaj çështja e shitjes së këtyre putave dhe idhujve, nëse qëndron ti në një vend ku adhurohen idhuj dhe puta. Si duhet që të veprojnë muslimanët? A lejohet shitja e tyre, që të shiten idhujt dhe putat, edhe pse elhamdulillah te populli jon nuk ka gjë të tillë të cilën dikush të adhuron, mirë po si qëndron çështja në përdorimin e tyre, në tregtinë e tyre të putave dhe të idhujve, të cilët derisa erdh dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri te arabët në kohën e para
kur ishte xahiljeti, ignoranca para ardhjes së pejgamberllukut të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, i adhuronin këto puta dhe këto njerëz të cilët i adhuronin dhe i patën marrë për Zota dhe në kohën e Nuhit alayhis salam. Siç na transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili tha se këto putat dhe statujat të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i ka cekur dhe në Kur'an në surën Nuh, Allahu xhelle xhelaluhu tha wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Thanë mos i braktisni zotat e juaj, të cilët janë me emra waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa, nasra, mos i lini, mos i braktisni zotat e juaj. Tha Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tha këto ishin burra të mirë të cilët jetonin në kohën e Nuhit alayhis salam. Si erdh deri në momentin që ata të i marrin për zota dhe të i adhurojnë për zota, tha derisa arritën të njëjtët puta me këto emra, të i adhurojnë dhe në Mekë pastaj. Fise të veçantë secili që e kishte zgjedhur nga një zot për veti që ata e adhuronin dhe i emërtonin me këto emrat të cilët i ceku Allahu xhelle xhelaluhu. E na tregon Ibn Abbas o vëllezër se njerëzit vazhduan që të jetojnë në adhurimin e pastër, në monoteizmin e pastër, pra në tauhid deri te Nuhi alayhis salam. Por ka filluan që këto njerëz të cilët u adhuruan, këto të cilët i morën për zota, nuk ishin njerëz të këqij. Këto ishin burra të mirë të popullit të Nuhit alayhis salam. Mirë po, shejtani tha manipuloi gradualisht me ta, derisa këto burra të mëdhenj dhe të mirë, të cilët patën bërë shumë mirë dhe ishin të njohur për mirësimin e tyre, për punën e mirë të tyre, e të vlefshme të tyre, tha shejtani i inspiron që nga dal pasi që vdiqën këto burra, të imbajnë në kujtimin e tyre, e në mezhliset e tyre të ngrejnë figura dhe të ngrejnë statuja, të vendosin figura për të i mbajtur mend, për të i përkujtuar, e mos të harrojmë veprat e mëdhaja të tyre, që na të i përkujtojmë në çdo vit të vdekjes së tyre, të kujtojmë nga nderi dhe respekti ndaj tyre, edhe pse fillimi tha i tyre nuk ishte që i adhuronin jashtë Allahut. E vendosën pastaj duke marrë figura, duke i vendosur në figura, e pastaj ngadal gradualisht të i vendosin me xhliset e tyre, në tubimet e tyre, t'i kujtojmë ato burrat e mëdhenj të cilët ishin prej mesit ton aq të mëdhenj e të mirë, me vlerë, vazhdimisht duke i kujtuar, tha derisa arritën të ngrejnë busta, e të ngrejnë puta, të ngrejnë idhurës dhe statuja për këto burra të mëdhenj, të cilët ishin të popullit të Nuhit alayhis salam të mëdhenj. Mirë po vdisën këto, tha i kishin prezencë, vetëm i kujtonin edhe nuk i adhuronin. Por kur erdhen ato pas tyre, ato kujtuan se këta duhet të adhurohen nga çmueshmëria që ja u bënin dhe nga nderi që ja u bënin. Edhe për fat keq, ndoshta te na nuk e kemi si adhurim, por statuja kemi shumë, edhe kemi busta të ngritura shumë. Në çdo vend thuaj se ndoshta në vend publik e gjen që elhamdulillah populli jon nuk i adhuron jashtë Allahut xhelle xhelalu. Por mund të ndodhe të vjen pastaj që ti nga përkujtimi atyre burrave të mirë, ai burr i cili vdiq, ai i cili ra shahid dhe shkoi për këtë popull e për këtë vend, për ndihmën e njerëzve, apo ke burr i mirë. Dhe te Nuhi alayhis salam ishin burra të mirë, por ngadal erdhën deri në adhurim, që të i adhurojnë jashtë Allahut xhelle xhelalu, duke i përkujtuar ata, duke ngritur statuja për ta, duke qëndruar ti përkujtimi çdo viti, se ky ka qenë burr i mirë, na duhet me e kurtuar ata, dhe ky ka qenë burr i mirë duke e përkujtuar vlerën e madhe të tij. Ata të cilët erdhën pas tyre, tha ata filluan ti adhurojnë. Qëndron pranë bustit, pastaj dhe ti ul kokën duke i bërë ruku dhe sejdë. Ajo e cila është ndaluar që ti pastaj nga këtu e prish tauhidin tënd dhe e prish pastaj edhe njohshmërinë tënde dhe adhurimin tënd të cilën ja kushton Allahut xhelle xhelalu, që i takon vetëm Allahut xhelle xhelalu. E tha Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tha njerëzit prej të Adem alayhis salam deri te Nuh alayhis salam qëndruan tauhid të pastër, por pastaj shejtani i bëri që këto të ngritin busta, të ngritin statuja e figura për burrat e mirë, e pasardhët kur erdhën pas tyre,
i morën dhe i adhuruan jashtë Allahu xhel xhelalu, derisa ato puta arritën edhe te xahilijeti, të cilët ishin te mushrikët e Mekës, të cilët i adhuronin jashtë Allahut xhel xhelaluhu, që Allahu i cekë dhe emrat e tyre në Kur'an, kur ata than mos i braktisni zotat e juaj. Para mendohet burrat e mirë, të cilët kanë qenë të mirë, i morën pastaj pas një kohe që të i adhurojnë jashtë Allahut xhel xhelaluhu. Dhe se padyshim se në to futen të gjitha, na jep një përkujtesë vëllezër Ibn Qayyim rahimullah, për të cilën pra dietarët folën rreth çështjes se si qëndron shitja e idhujve, shitja e putave, shitja e statujave, e imazheve dhe figurave të cilët adhurohen jashtë Allahut xhel xhelaluhu. Mund të thotë ndonjëri prej nesh, po unë nuk e adhuroj, unë e marr bëj tregti e shes filan popullit të cilët e adhurojnë dhe e çmojnë. E nga këtu vëllezër, të gjithë dietarët unanimikisht janë të pajtimit se shitja e putave, idhujve, statujve është e ndaluar, duke argumentuar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Xhabirit të cilin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, nga Xhabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e fitores, pra vitin e çlirimit të Mekës, tha ai doli para njerëzve dhe tha: Inna Allaha wa rasulahu harrama bay' al-khamri wal maytati wal khinziri wal asnam. Tha Allahu xhelle xhelaluhu dhe i dërguari i tij e kanë bërë haram shitjen e coftirave, shitjen e rakis, shitjen e mishit të derrit dhe shitjen e putave dhe shitjen e idhujve. Tha Ibn Qayyim rahimullah, nga kjo ndalesë kuptojmë se shitja e idhujve, çdo mjet edhe çdo send çka është për shkak se ai adhurohet jashtë Allahut xhel xhelaluhu. Ke ajo put, ke ajo statuj, ke ajo figur, ke ajo dhe ndoshta dhe libër, gjithçka pro put futet ajo e cila adhurohet jashtë Allahut, që është një figur fizike, që ka trup fizik, që ka dhe hije. Në to futen të gjitha ata të cilët kanë të bëjnë si nxitje dhe thirrje për në adhurim jashtë Allahu xhel xhelaluhu, të merren e të adhurohen për zota. Ndalohet tregtia me to, ndalohet shitja me to. Dhe se shitja e saj, tha, është shumë ma e madhe harami i saj se sa shitja e rakis dhe shitja e coftinës dhe shitja e mishit të derrit e kështu me radhë. Pra është shumë ma e rëndë dhe është shumë ma mëkat shitja e putave dhe gjitha ata të cilët futen në këto mjete, të cilët kanë të bëjnë që janë shkak të adhurimit jashtë Allahut xhel xhelaluhu. Cila do futen to? Dha derisa dhe nëse janë dhe libra të cilët folin për shirk dhe të cilët ftojnë për në shirk, dhe nëse janë libra, nëse janë nxitje, nëse janë të gjitha nga ato puta dhe nëse janë gur të çmuar, të cilët i gjejnë ndoshta në për muzeja apo në për vende, të cilët janë shumë të çmuara, por janë të figuruara si figura, statuje të cilët adhurohen, apo mund të jetë dhe kryqe, mund të jetë çdo send që i bëhet shirk Allahu xhel xhelalu, tha në to futen gjithçka, e cila ka pra trup, mund të jetë dhe nëse janë dhe yje, dhe nëse është dhe dielli, nëse është dhe hona, nëse është dhe pemë dhe çdo send çka adhurohet jashtë Allahu xhel xhelalu, në to pra futet ndalesa e saj. Mirë po vëllezër, çka ndodh nëse besimtari normal që atë nuk e adhuron, por çështja është që ta dim se si qëndron në shitblerin e saj, tregtia e saj, që padyshim se është e ndaluar dhe është haram të shiten putat edhe ata të bëhet tregti me to. Cila do lloj figure bjen pra në idhë, në statuj, në putat dhe këta të cilët hinë në këtë rreth. Por nëse thehen dhe prishen, a lejohet përdorimi i tyre? E padyshim se kjo është haram pra për shkak asaj se cila pasohet me to. Pra nëse ajo e prish formën e saj, nëse thehen dhe prishen, lejohet përdorimi i tyre. Pra nëse është puti prej gurit, nëse është pra idhujt dhe statujet të cilët janë, nëse janë pra prej drurit, sikur që i kanë pas prej drurit në kohën e xahiljetit, derisa
Aliu radiallahu anhu tregon kur erdhi në Medinë, kur bëri hijret, tha e pash një burr shkonte te një grua e vetme, natën e trokite derën e saj dhe i dhuronte diçka. Pastaj ditën tha shkova që ta pyeti atë grua dhe i thash se kush është ai që vjen këtu natën te ti dhe te troket në derë? Tha është sahabiju i ndershëm i cili ishte Sahel ibn Hunayf. I pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ky e din që jam e vetme dhe nuk kam kërkan që më delzot. Tha ky i tubon ato drunat dhe drasat e putave të cilët i kanë të popujve, mi bjen dhe thot përdori këto për dru djegje. Dhe nga këtu e kuptojmë se përdorimi i tyre, thyerja e tyre, nëse thehen, nëse coptohen, ajo lejohet përdorimi i tyre. Ken druna për të i përdor drunat, ken gur për të i përdor gurët, nëse janë bakër, nëse janë sende të cilët dhe më thonë nuk janë nga putat, apo nga idhët, apo nga statuje që qëndrojnë ashtu, dhe nëse nuk janë tregti pranë shitje që qëndrojnë ashtu. Për shkak se o vëllezër pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, sikur të kishte qenë diçka lejuar, ai do të vepronte. Në momentin kur ai erdhi në Mekë dhe kur e çliroi Mekën, siç transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na tregoi dhe na tha se kur e çliruan Mekën në Qabën e bekuar, tha ishin 360 idhuj, të cilët pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha me shkopin e tij të cilën e kishte në dorë ai i rrezonte ato dhe thonte ja al haqq wa zahaqa al batil, erdh e vërteta dhe u zhduk e pavërteta. Të gjitha ato puta tha i rrezonte dhe i thyen dhe i coptuan dhe i larguan. Në hadithin tjetër, të cilën e transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u fut në çlirimin e Mekës, në Qabën e bekuar urdhnoi që të nxirren gjitha putat, figurat, statujet e ato imazhe të cilat ishin në Qabë të pastrohet, Qabja nga këto idhuj të cilët ishin në atë kohë. E pastaj tha i nxjerrën të gjithë derisa ishte dhe fotografia dhe statuja apo figura e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. që i kishin bërë ato me disa shkopa në dorë. E ato shkopat ishin shkopa të fatit, të cilët ishin shkopa që hudhnin short. Më herët te arabët të xahiljeti ka qenë që i kishin në shkopat, në shigjetat e tyre i mbledhnin do shkopa, i hudhnin për short të fatit, shkruanin urdhnin të shkojnë në treg sot apo mos të shkojnë në treg, të dalë në udhtim apo mos të dalë në udhtim, i hudhnin shkopat, cili short binte, ato e ndjeknin këtë short duke kërkuar fatin në to. E mu për atë pejgamberi Allahut, kur e pa fotografin dhe ato bustin e Ibrahimit a.s. të cilët e kishin figurët e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. që e kishin bërë me ato shkopat e fatit, tha Allahu i vraft, e kanë ditë se nuk ka qenë Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. që kanë bërë kështu një gjë të tillë. Asnjëherë nuk kanë vepruar këto një gjë të tillë që të kërkojnë fatin nëpërmjet shkopat, të cilët kanë qenë pra shkopat e fatit me hudhjen e shortit që kanë hudhur short. Për kështu pra urdhënon pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam që të eliminohen dhe të shkatërrohen e të humben të gjitha ato putat, edhe ndaloi pra në këtë çlirim të Mekës të shiten putat, idhujt dhe statujet. Pra nga këtu e kuptojmë o vëllezër se me të vërtetë besimtari duhet që të jetë i kujdesshëm në tregtinë e tij, në shitvlerin e tij, e veçanërisht pra kjo është si për kujtesë, se e di që mund të thot dikush po na nuk adhurojmë puta, por si qëndron çështja nëse të bjen rasti për të bërë tregti ose për të shitur, pra është e ndaluar përderisa janë në atë formën të cilën janë si puta dhe si idhuj, nëse thehen dhe prishet ajo, përdorimi i tyre pra lejohet. Lusim Allahun që Allahu të na mëson fenë e tij dhe të na bën nga ndjekësit dhe pasuesit e fesë së tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.